Sot ishim në mesin e qytetarëve, duke u përpjekur të kuptonim mendimet e tyre mbi zgjedhjet e 11 majit. Pyetëm ata për mendimin e tyre mbi fituesin e mundshëm dhe pritshmëritë që kanë nga partitë. Përgjigjet ishin të ndryshme, shpesh herë duke kaluar nga majtas në djathtas, por një pikë ishte e përbashkët, asnjë nuk kishte shumë pritshmëri për asnjë nga partitë. Të nderuar teleshikues, ishim para sheshit të bashkisë dhe në sheshin qendror të qytetit të Fierit, ku morëm disa intervista me pyetjen kryesore: kush mendoni se i fiton zgjedhjet e 11 majit? Përgjigjet ishin të ndryshme, disa mendonin se i fitonte Partia Socialiste, disa mendonin se i fitonte Partia Demokratike, por në përgjithësi shihet një zhgënjim i popullatës për të dyja forcat kryesore dhe në përgjithësi për gjitha forcat në vend, dhe ata shohin një mungesë shprese për zgjidhjen e problemeve të tyre. Po për më shumë, le të ndjekim bllokun e intervistave. Kush i fiton zgjedhjet me 11 maj? I kanë thënë të sondazhet s'ka mbetur gjë për mua. Po opinioni juaj kush është? Opinioni im është që s'kemi perspektivë për asnjë gjë. Për ju domethënë si ta marri PD-ja, si ta marri PS-ja nuk bën asnjë diferencë. Edhe në veri po ta marri një lloj është. Nuk më bën asnjë gjë, nuk më nxit për asnjë gjë, nuk motivoj. Çfarë do motivoj mund tani, po që nuk e ndi atë që si kam punuar një jetë të të vjen fundi, flas me vete se mbaroj muaj presim për bi pensioni. Tani këto dy partitë që premtojnë shumë gjëra, jo punësim, rritje të pagës minimale. Mashtrime. Unë kam 30 vjet në emigracion. Një vit kam bjerda këtu, sa me zi më dhanë licencën atje. Pavarësisht që nuk dua ta fitoj, po i fiton Rama. Mendimi juaj? Ai gjatë. Ço diskuton? I gjatë fiton, ai ka fituar me kohë. Agron Sheu. Është njeri më i mirë nga të gjithë këta që janë. Disa banor shprehen se presin që zgjedhjet të sjellin zgjidhje për problemet e përditshme që përballen, si pasiguria e jetesës dhe mungesa e mundësive ekonomike. Ata gjithashtu theksojnë rolin e parave që vijnë nga emigracioni, të cilat janë një ndihmë e madhe për ata që jetojnë në kushte të vështira. Kush është nipi juaj? Pelivan Bufi. Për Pelivan Bufin? Okej. Dakor. Faleminderit. Edhe unë atë, në Pelivan Bufi. Okej. Sa më kohë vjen për sa. Kështu që ju mendoni që do ketë rotacion në këto zgjedhje? Po. Neve duam në një qikëtësi, duam një Pensionin e kemi fund fare. Jam e vetme në shtëpi, fëmija i shkalitëm ata fëmijë, dërgoj 50 euro, dërgoj 20 euro, sa kanë mundësi, bere i kavës nga fëmija. Edhe pse përgjigjet ishin të ndryshme, një gjë mbetet e qartë: qytetarët janë të lodhur nga premtimet e pambajtura dhe presin më shumë veprime konkrete nga politikanët, jo fjalë të tjera pa rezultat.